Një vajzë 17 vjeçare mbante një sekret që mund të trondiste një nga familjet më të fuqishme të qytetit. Ajo u rrit në prapaskenat e luksit, duke vëzhguar në heshtje, ndërsa ema i shërbente një familjeje me ndikim. Ajo që zbuloi do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Era rregullonte uniformën e shkollës për herë të fundit atë mëngjes prilli, duke vëzhguar përmes pasqyrës shenjat e lodhjes që kishin filluar të vizatoheshin në fytyrën e saj të re. Në moshën 17 vjeçare, ajo mbante përgjegjësi që nuk duhet t'i përkisnin dikujt të moshës së saj. Nëna e saj, Lulja, kishte punuar si ndihmëse shtëpie në vilën e familjes Aliu për më shumë se një dekadë, në një nga shtëpitë më imponuese në zonën qendrore të Tiranës. Shtëpia e familjes Aliu ndodhej në një nga rrugët më fisnike, te rruga e Elbasanit, me muret e saj të larta dhe kopshtet e patëmet që fshinin sekrete që vetëm kush punonte aty brenda i njihte. Lulja kishte qenë gjithmonë diskrete, pothuajse e padukshme, ashtu siç pritej nga dikush në pozicionin e saj. Era u rrit duke dëgjuar historitë që ema tregonte mbi rutinën e familjes, por gjithmonë me kujdes, duke mos zbuluar kur më shumë se ç'duhej. Vigan Aliu ishte një biznesmen i respektuar në qytet, pronar i një prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në rajon. Kompania e tij ishte e përfshirë në pothuajse të gjitha projektet e mëdha urbane të viteve të fundit. Luani, djali i tij i vetëm, studionte administrim biznesi në një universitet privat dhe po përgatitej tashmë për të marrë në dorë bizneset e familjes. Ishte një djalë 22 vjeç, popullor mes kolegëve, gjithmonë i rrethuar nga miq dhe admirues. Lulja nuk ankoi kur për punën, edhe kur oraret zgjateshin përtej normales. Ajo kishte akses në të gjithë shtëpinë, organizonte dokumente të rëndësishme kur ishte e nevojshme dhe gjithmonë kishte treguar një lojalitet të palkundur ndaj familjes që e punësonte. Era e admironte për kushtimin e së-ëmës, por ndonjëherë pyeste veten nëse gjithë ai nënshtrim ia vlente vërtet. Ndryshimi në jetën e të dyjave ndodhi gradualisht. Lulja filloi të kthehej në shtëpi më e heshtur se zakonisht, me një vështrim të largët që era nuk arrinte ta kuptonte. Gjatë darkës, ema shikonte pjatën pa shumë oreks, e humbur në mendime që nuk i ndante me të bien. Nën, a ka ndodhur gjë në punë? Pyeste era, por Lulja gjithmonë e ndërronte temën, duke thënë se ishte thjesht e lodhur. Ishte gënjeshtër, dhe të dyja e dinin këtë. Në javët në vijim, Lulja filloi të sillte në shtëpi disa letra që i mbante në një dosje të vjetër nën krevat. Era nuk e pyeti kur se çfarë ishin, duke respektuar privatësinë e së-ëmës, por vuri re se ajo i studionte çdo natë, sikur po përpiqej të kuptonte diçka shumë të rëndësishme. Ishte një pasdite të enjteje kur Lulja erdhi në shtëpi më herët se zakonisht. Era po studionte për një provim matematike kur dëgjoi çelsin në derë. Ema hyri me fytyrë të skuqur, me sytë e mbushur me lot, duke mbajtur një kuti me sendet e saj personale. Më pushuan nga puna, tha Lulja thjesht, duke e lënë kutinë në dyshemen e dhomës së ndenjes. Pas 12 vitesh, më pushuan. Era i la librat dhe vrapoi të përqafonte të ëmën. Lulja po dridhej, jo vetëm nga zemërimi, por nga një frikë që era nuk e kishte parë kur më parë. Ishte sikur ema të ishte plakur 10 vjet brenda asaj dite. Por pse? Ti ke qenë gjithmonë një punonjëse shembullore, pyeti era, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishte ndodhur. Lulja e shikoi të bien për një moment të gjatë përpara se të përgjigjej. Ndonjëherë, era, kur shohim gjëra që nuk duhet t'i shohim, paguajmë një çmim për këtë. Thanë që puna ime nuk ishte më sipas standardeve që prisnin. Por era e dinte që kishte diçka më shumë në këtë histori. Nëna e saj nuk kishte qenë kur e pakujdesshme apo e papërgjegjshme. Diçka kishte ndodhur në vilën e familjes Aliu, diçka që Lulja nuk ishte e gatshme ta tregonte në atë moment. Në ditët që pasuan, Lulja u përpoq të gjente një punë tjetër, por dyert mbylleshin njëra pas tjetrës. Ishte sikur një fjalë e padukshme ishte përhapur nëpër qytet, duke e penguar atë të gjente punë kudo. Kursimet e familjes filluan të paksoheshin shpejt dhe era pa nënën e saj të hynte në një rreth trishtimi që e bënte atë gjithnjë e më të brishtë. Lulja filloi të kalonte orë të tëra duke parë nga dritarja, e humbur në mendime që nuk i ndante. Pushoi së dali nga shtëpia, filloi të kishte vështirësi me gjumin dhe pak nga pak po humbiste interesin për gjërat e thjeshta të jetës që dikur e gëzonin. Era e vëzhgonte këtë transformim me zemër të thyer, pa ditur si ta ndihmonte.
Ishte gjatë një prej këtyre netëve të vështira që Lulja e thiri të bien të ulej pranë saj në krevat. Me duar që i dridheshin, ajo hapi dosjen që mbante në dy shek dhe i tregoi Erës një sër dokumentesh që kishte kopjuar gjatë ditëve të saj të fundit të punës në vilë. Era, vajza ime, ka gjëra në këtë botë që janë më të mëdha se ne të dyja. Gjëra që njerëz të fuqishëm i bëjnë duke menduar se nuk do të zbulohen kurrë. Unë pash disa nga këto gjëra dhe për këtë po paguaj çmimin. Lulja i tregoi të bijes foto të dokumenteve, kontrata të çuditshme, transferta bankare që nuk kishin kuptim. Kishte gjithashtu disa regjistrime audio që ajo i kishte bërë fshehurazi gjatë bisedave që kishte dëgjuar ndërsa pastronte zyrën e Vigan Aliu. Pse i ruajte të gjitha këto? Pyeti Era, ende duke u përpjekur të procesonte informacionin. Sepse një ditë, kur të mos kesh më frikë, kur të jesh mjaftueshëm e fortë, mbase mund të bësh diçka me këtë. Diçka që unë nuk pata guximin ta bëja. Lulja i shpjegoi të bijes se kishte zbuluar parregullsi në kontratat e kompanisë së ndërtimit Aliu, favore në tenderat publik, pagesa të çuditshme për punonjes të bashkisë. Asgjë që mund të provojë lehtësisht, por prova të mjaftueshme për të ngritur dyshime serioze mbi mënyrën se si familja drejtonte bizneset. Era shtrëngoi duart e së-ëmës, duke ndier peshën e përgjegjësisë që po i vendosej mbi shpatulla. Nuk marr vesh shumë nga këto gjëra, por di që ti ke bërë gjithmonë atë që ke menduar se është e drejtë. Nëse mendon se kjo është e rëndësishme, unë do ta ruaj me kujdes. Lulja buzëqeshi për herë të parë pas javësh. Vajza ime guximtare. Ti ke qenë gjithmonë më e fortë se unë. Një ditë, kur të vijë koha e duhur, ti do ta dish çfarë të bësh. Atë natë, Era nuk mundi të flinte. Po mendonte për nënën, për familjen Aliu dhe për atë që do të thoshte të mbaje një sekret aq të rëndë. Ajo nuk e kishte idenë se, pas pak muajsh, do të ftohej në festën e ditëlindjes së Luan Aliut dhe se ajo ftesë do t'ia ndryshonte jetën në një mënyrë që nuk mund ta imagjinonte kurrë. Muajt kaluan ngadalë. Lulja po humbiste gjithnjë e më shumë gjallërinë, sikur një pjesë e shpirtit të saj të ishte shkulur bashkë me punën. Era mori përgjegjësinë e kujdesit për shtëpinë dhe nënën, duke ndarë kohën me studimeve dhe punëve me kohë të pjesshme që gjeti për të plotësuar të ardhurat e familjes. Ajo vëzhgonte nga larg jetën e familjes Aliu përmes rrjeteve sociale dhe komenteve që dëgjonte në shkollë. Luani vazhdonte jetën e tij universitare, i rrethuar nga luksi dhe privilegjet, pa e pasur idenë se një vajzë 17 vjeçare mbante informacione që mund të tronditnin të gjithë strukturën që mbante jetën e tij komode. Era e dinte se një ditë do të duhej të merrte një vendim se çfarë të bënte me ato dokumente. Por për momentin, ajo thjesht priste, duke u kujdesur për nënën dhe duke u përpjekur të gjente forcë për të përballuar një të ardhme të pasigurt, duke mbajtur një sekret që rëndonte çdo ditë e më shumë në zemrën e saj të re. 6 muaj kishin kaluar që nga pushimi i lules dhe jeta e dy grave ishte transformuar plotësisht. Era punonte me kohë të pjesshme në një librari të vogël në qendër të Tiranës për të ndihmuar me shpenzimet e shtëpisë, ndërsa përpiqej të mbante notat në shkollë. Lulja ishte gjithnjë e më e brisht, duke kaluar pjesën më të madhe të ditëve brenda, sikur të kishte humbur guximin për të përballur botën e jashtme. Situata financiare e familjes u bë edhe më e vështirë kur Lulja duhej të fillonte të merrte medikamente për ankthin dhe depresionin. Era mori pothuajse të gjitha përgjegjësitë e shtëpisë, duke u zgjuar herët për të përgatitur mëngjesin, duke u kujdesur për nënën përpara se të shkonte në shkollë dhe duke punuar në librari çdo pasdite. Bora, shoqja e saj e ngushtë që nga fëmijëria, vërente lodhjen në rritje në sytë e Erës. Ke nevojë për një pushim, Era. Nuk mund ta mbash gjithë këtë peshë vetëm, thoshte ajo sa herë që takoheshin gjatë pushimit të madh. Nuk kam zgjedhje, Bora. Nëna ka nevojë për mua, përgjigjej Era, duke u përpjekur të fshihte sa e raskapitur ishte. Bora vinte nga një familje e shtresës së mesme, vajza e një kontabilisti që punonte për disa kompani në qytet, përfshirë kompaninë e ndërtimit Aliu. Ajo gjithmonë kishte treguar admirim për forcën e Erës, por edhe shqetësim për izolimin në rritje të shoqes së saj. Ishte një pasdite shtatori kur ndodhi diçka e papritur. Era po organizonte librat në rafte kur Dafina, një shoqe shkolle, hyri në dyqan. Dafina ishte një nga vajzat më popullore të klasës, gjithmonë e veshur mirë, vajza e një familjeje të pasur që lëvizte në të njëjtat rrethe shoqërore me familjen Aliu. O Era! Çfarë rastësie që të gjej këtu, tha Dafina me një buzëqeshje që dukej paksa e sforcuar.
Nuk e dija që punoje në këtë vend. Era e përshëndeti shoqen me edukat, por mbajti distancë. Ajo nuk kishte pasur kur shumë afërsi me Dafinën dhe vajzat e tjera popullore të shkollës. Ato jetonin në botë krejtësisht të ndryshme. Shiko, në fakt erdha këtu sepse doja të jepja një ftesë, vazhdoi Dafina, duke nxjerrë një zarf të artë nga çanta. Luan Aliu do të bëj një festë ditëlindjeje të shtunën tjetër dhe ai kërkoi specifikisht të ftoj edhe ty. Era ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena kur dëgjoi emrin Aliu. Pse djali i familjes që kishte shkatëruar jetën e nënës së saj do të donte ta ftonte në një festë? Ajo e shikoi zarfin e artë sikur të ishte diçka e rrezikshme. Nuk e kuptoi. Pse do të më ftonte mua? Ne as nuk njihemi mirë, pyeti Era, duke u përpjekur të mbante zërin e qëndrueshëm. E po, ai tha se ka dëgjuar për ty në shkollë dhe mendon se do të ishte mirë të kishte njerëz të ndryshëm në festë. E di ti, jo vetëm ata të rrethit të zakonshëm, shpjegoi Dafina, por kishte diçka në tonin e saj që nuk tingëllonte plotësisht e sinqertë. Era e mori ftesën me duar që i dridheshin lehtë. Letra ishte e trash, e shtrenjtë, me shkronja të arta të gdhendura. Adresa ishte e njëjta me vilën ku nëna e saj kishte punuar për aq shumë vite. E njëjta shtëpi ku Lulja kishte zbuluar sekretet që tani flinin në një dosje nën krevatin e saj. Festa do të jetë e jashtëzakonshme, Era. Do të ketë muzikë live, ushqim të shijshëm dhe gjithë bota do të jetë aty. Është një mundësi unike, insistoi Dafina, duke vëzhguar me vëmendje reagimin e Erës. Do ta mendoj. U përgjigj Era, duke e futur ftesën në xhepin e përparses. Faleminderit që e solle. Dafina buzëqeshi sërish. Shpresoj të vish. Do të ishte mëkat të humbisje një festë të tillë. Ajo hodhi një vështrim rreth librarisë, sikur po vlerësonte ambientin modest. Jam e sigurt që do të ishte një përvojë krejtësisht e re për ty. Pasi Dafina doli, Era mbeti e shqetësuar për pjesën tjetër të pasdites. Nuk mund të përqendrohej në punë, duke menduar për ftesën dhe çfarë mund të nënkuptonte ajo. Pse, pas muajsh pa asnjë kontakt, familja Aliu papritur interesohej për të? Kur mbërriti në shtëpi atë natë, gjeti Lulën të ulur në koltukun e dhomës, duke parë nga dritarja siç bënte gjithmonë muajt e fundit. Era hezitoi për një moment përpara se t'i tregonte ftesën të ëmës. Lulja e mori zarfin me kujdes, sikur të ishte diçka e brishtë, dhe e lexoi përmbajtjen në heshtje. Fytyra e saj u bë edhe më e zbehtë se zakonisht. Ata e din që ti je vajza ime, tha Lulja më në fund, me zërin pothuajse si përshpërim. Çfarë do të thuash me këtë, nën? Lulja e shikoi të bien në sy. Era, kjo familje nuk bën asgjë pa një arsye. Nëse po të ftojnë në këtë festë, është sepse kanë ndonjë plan. Ata duhet ta dinë që ti punon në librari, ku studion, mbase edhe për situatën tonë financiare. Era u ul në divan pranë së ëmës. Ti mendon se ata dinë për dokumentet që ke ruajtur? Nuk e di, por kam frikë se dyshojnë për diçka. Mbase kanë zbuluar që kam marrë disa gjëra kur më pushuan. Të dyja mbetën në heshtje për një moment të gjatë, duke menduar implikimet e ftesës. Era ndjente një përzierje zemërimi dhe kurioziteti. Një pjesë e saj donte ta injoronte plotësisht ftesën, por një pjesë tjetër ishte kurioze të shihte nga afër familjen që kishte shkaktuar aq shumë vuajtje në shtëpinë e saj. Nën, po sikur të shkoja. Po sikur kjo të ishte një mundësi për të bërë diçka. Lulja shtrëngoi duart e së bijës. Era, ti je ende shumë e re. Këta njerëz janë të rrezikshëm në një mënyrë që ti nuk e kupton. Ata kanë pushtet, ndikim, para. Mund të na e shkatërrojnë jetën edhe më shumë se që e kanë bërë. Por jeta jonë është tashmë e shkatëruar, nën. Shikoje veten. Ti mezi del nga shtëpia, unë punoj për të mbajtur familjen në moshën 17 vjeçare, dhe ata vazhdojnë të jetojnë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Nuk është e drejtë. Lulja pa në sytë e së bijes një vendosmëri që i kujtonte veten kur ishte më e re. Nëse vërtet po mendon të bësh diçka, duhet të jesh shumë e kujdesshme. Ata janë më të zgjuar se që duken. Në ditët në vijim, Era nuk mund të ndalonte së menduari për ftesën. Në shkollë, vuri re se disa kolegë përshpëritnin kur ajo kalonte dhe pati përshtypjen se po flisnin për të. Bora i konfirmoi dyshimet gjatë drekës. Dëgjova disa vajza duke komentuar që i ftuar në festën e Luanit.
Po duke e çuditshme, sepse e di ti ju nuk lëvizni në të njëjtat rrethe, tha Bora me delikatesë. Dhe çfarë tjetër po thoshin? Bora hezitoi përpara se të përgjigjej. E po, disa dukeshin të surprizuara, të tjerat po qeshnin. Era ndjeu stomakun tim mblidhej. Po qeshnin me çfarë? Era, ti e di si janë ato vajza. Ato mendojnë se vetëm njerëz si ato meritojnë të jenë në ato festa. Duhet të jenë duke menduar se do të jetë gallat të shohin duke u përpjekur të përshtatesh në një ambient që nuk është i yti. Në atë moment, Era filloi të kuptonte se mbase ftesa nuk ishte një gjest përfshirjeje, por një kurth i planifikuar me kujdes për ta poshtëruar publikisht. Ideja e bëri të tërbuar, por edhe më të vendosur. Atë natë, ajo bisedoi sërish me Lulen për dyshimet e saj. Nën, unë mendoj se ata duan të më poshtërojnë në fesë. Të më bëjnë të turpërohem përpara të gjithëve. Është e mundur, vajza ime. Kjo familje gjithmonë ka menduar se njerëz si ne ekzistojnë vetëm për t'u shërbyer ose për t'i argëtuar ata. Era shikoi dosjen që ishte mbi tavolinën e mesit, ku Lulja kishte vendosur të gjitha dokumentet që ruante. Po sikur të shkoja vërtet në atë festë, por t'u dërgoja një surprizë atyre? Lulja ndoqi vështrimin e së bijës. Era, duhet të kesh shumë kujdes me atë që po mendon. Nëse bën diçka të nxituar, mund të na vësh në rrezik. Nën, ata na kanë vënë tashmë në rrezik. Ata shkatëruan jetën tonë dhe tani duan të argëtohen në kurrizin tonë. Mbase është koha t'u tregojmë se nuk jemi aq të pambrojtura sa mendojnë. Lulja pa një dritë në sytë e së bijës që nuk e kishte parë prej muajsh. Me gjithë frikën, ajo ndjeu edhe një krenari të çuditshme për guximin që Era po tregonte. Nëse vërtet dëshiron ta bësh këtë, vajza ime, le të planifikojmë bashkë. Por duhet të jetë diçka inteligjente, diçka që nuk mund të përdoret kundër nesh më vonë. Era kapi dorën e së-ëmës dhe buzëqeshi për herë të parë pas shumë kohësh. Atëherë le t'u tregojmë se kanë nënvlerësuar familjen e gabuar. Java që i parapriu festës kaloi si në një ëndër të çuditshme për Erën. Gjatë ditës, ajo mbante rutinën e saj normale, duke punuar në librari dhe duke u kujdesur për nënën, por gjatë natës, ajo dhe Lulja planifikonin me kujdes çdo detaj të asaj që do të ndodhte të shtunën. Lulja ishte përmirësuar ndjeshëm që kur kishte vendosur t'ia tregonte të gjitha të bijës. Ishte sikur ndarja e peshës së sekretit t'i kishte kthyer një pjesë të forcës. Ajo e ndihmonte Erën të kuptonte çdo dokument, duke shpjeguar detajet e parregullsive që kishte zbuluar gjatë viteve të saj duke punuar në Vilën Aliu. Ishe këto kontrata këtu? Lulja tregonte një sër letrash që kishte kopjuar. Këto janë për vepra publike që kanë kushtuar 3 herë më shumë se ç'duhej. Dhe këto pagesa këtu janë për llogari që as nuk ekzistojnë zyrtarisht. Era studionte çdo detaj me vëmendje, duke u përpjekur të kuptonte kompleksitetin e asaj që ema kishte zbuluar. Nën, kjo është shumë serioze. Pse nuk kërkove dik për ta denoncuar në atë kohë? Sepse kisha frikë, Era. Dhe sepse e dija që ata kishin pushtet të mjaftueshëm për të bërë çdo provë të zhdukej. Por tani, me ty në krah, ndihem më guximtare. Lulja e mësoi të bien se si t'i organizonte dokumentet në mënyrë që të kishin kuptim për dik nga jashtë, si një gazetar apo një prokuror. Ato ndan dëshmitë më të rëndësishme dhe bën kopje të gjithçkaje, duke i ruajtur originalet në vende të ndryshme. Gjatë kësaj jave, Era u desh gjithashtu të përballej me kuriozitetin në rritje të kolegëve të shkollës. Bora ishte e vetmja që e dinte se diçka e rëndësishme po ndodhte, por Era nuk i kishte treguar të gjitha detajet për të ruajtur sigurinë e shoqes. Do të shkosh vërtet në atë festë? Pyeti Bora gjatë pushimit të së enjtes. E di që nuk më takon mua, por jam e shqetësuar për ty. Bora, më beso. E di çfarë po bëj, u përgjigj Era, duke u përpjekur të tingëllonte më e sigurt se ç'ndihej vërtet. Është se dëgjova disa gjëra që më bën edhe më shumë të shqetësuar. Era ndaloi së ecuri. Çfarë lloj gjërash? Bora shikoi rrotull për t'u siguruar që askush nuk po dëgjonte. E po, babai im po punonte deri vonë dje dhe kur erdhi në shtëpi, komentoi diçka se kishte parë Luan Aliun dhe disa miq të tij duke biseduar në zyrën e kompanisë së ndërtimit. Ata po qeshnin me diçka dhe babait i mbeti përshtypja se po planifikonin ndonjë lloj shakaje. Stomaku i Erës u mblodh. A dëgjoi babaiut se çfarë po thoshin? Jo saktësisht, por ai tha se dëgjoi emrin tënd të përmendej disa herë.
Era, unë mendoj se duhet ta rimendosh këtë vendim për të shkuar në festë. Era e falenderoi Borën për shqetësimin, por e dinte se nuk mund të kthehej pas tani. Dyshimet se festa ishte një kurth vetëm sa konfirmonin atë që ajo tashmë imagjinonte. Kjo e bënte edhe më të vendosur për t'i dhënë familjes Aliu atë që meritonte. Atë natë, ajo i tregoi Lules për bisedën me Borën. Nën, ata vërtet po planifikojnë diçka për të më poshtëruar në festë. Lulja nuk u duke surprizuar. Ishte ajo që prisja, vajza ime. Kjo familje gjithmonë është argëtuar me vuajtjen e të tjerëve. Por tani do të zbulojnë se kanë zgjedhur personin e gabuar për shakat e tyre. Të premten, një ditë para festës, Era vendosi se i duhej një fustan i përshtatshëm për rastin. Ajo nuk kishte para për të blerë diçka të re, por Lulja nxori nga dollapi një fustan të zi të thjeshtë që e kishte ruajtur gjatë gjithë këtyre viteve. Ishte fustani im për raste speciale kur isha më e re, shpjegoi Lulja, duke kaluar dorën me delikatesë mbi pëlhur. Gjithmonë kam menduar se një ditë mund ta vishje ti. Era e provoi fustanin dhe u surprizua se sa mirë i rinte. Ishte elegant pa qenë i tepruar, i thjeshtë por i bukur. Është perfekt, nën. Faleminderit. Do të dukesh e bukur, vajza ime. Dhe më e rëndësishmja, do të jesh e përgatitur. Lulja gjithashtu e ndihmoi Erën të përgatiste një çantë të vogël me dokumentet më të rëndësishme të organizuara me kujdes. Ato zgjodhen dëshmitë që do të ishin më të lehta për t'u kuptuar shpejt dhe që do të shkaktonin ndikimin më të madh. Kujtohu, Era, elementi i surprizës është avantazhi ynë më i madh. Ata nuk presin që ti të dish asgjë nga këto. Në mëngjesin e së shtunës, Era u zgjua me një përzierje nervozizmi dhe vendosmërie. Ajo e dinte se ajo ditë do të shënonte një pikë kthese në jetën e saj, pavarësisht rezultatit. Lulja ishte më e gjallë se ç'kishte qenë prej muajsh. Si ndihesh, vajza ime? Me frikë, por edhe e lehtësuar. Më në fund do të bëjmë diçka, nën. Nuk do të pranojmë më gjithçka në heshtje. Gjatë mëngjesit, ato rishikuan për herë të fundit të gjithë planin. Lulja u sigurua t'i shpjegonte sërish çdo detaj të dokumenteve, duke e përgatitur Erën për çdo pyetje që mund të lindte. Kujtohu se nuk ke nevojë të shpjegosh gjithçka menjëherë. Thjesht bëje të qartë se ti e di çfarë kanë bërë ata dhe se njerëz të tjerë do ta marrin vesh së shpejti. Era e kaloi pasditen duke u përpjekur të relaksojë, duke lexuar një libër dhe duke biseduar me nënën për çështje të përditshme. Donte ta mbante mendjen e qetë për të qenë e përgatitur për natën. Ndërkohë, në vilën Aliu, përgatitjet për festën ishin në vazhdim. Luani kishte ftuar më shumë se 50 persona, përfshirë të gjithë kolegët e universitetit dhe disa familje me ndikim në qytet. Shtëpia po dekorohej me lule të shtrenjta dhe ndriçim special. Vigan Aliu vëzhgonte përgatitjet me kënaqësi. Kjo festë do të konsolidoj pozicionin ton në shoqërinë e qytetit, komentoi ai me bashkëshorten e tij, Afërditën. Është e rëndësishme që të gjithë të shohin se sa e respektuar është familja jonë. Afërdita, një grua elegante rreth të 50-tave, gjithmonë shqetësohej shumë për dukjen sociale. Jam e sigurt që do të jetë një natë e paharrueshme, i dashur. Luani ka ftuar njerëz shumë interesantë. Luani ishte veçanërisht i emocionuar për festën. Ai kishte planifikuar disa surpriza për disa nga të ftuarit, veçanërisht për një vajzë të caktuar që kishte zgjuar kuriozitetin e tij në një mënyrë të veçantë. Do të jetë gallat të shohësh se si reagojnë disa njerëz kur janë jashtë ambientit të tyre natyror, komentoi ai me miqtë e tij më të ngushtë ndërsa organizonin detajet e fundit. Teodori, një nga miqtë e tij më të mirë që nga fëmijëria, dukej paksa i parehatshëm me tonin e bisedës. Luan, nuk mendon se ndonjëherë e egzageron me këto shaka? Qetësohu, Teodor. Është thjesht argëtim i pafajshëm. Përveç kësaj, këta njerëz duhet ta njohin vendin e tyre në shoqëri. Arioni, një tjetër mik i grupit, qeshi me vërejtjen e Luanit. Është e vërtetë. Disa kanë nevojë për një mësim për ulësie her pas here. Me afrimin e natës, Era filloi të bëhej gati me kujdes. Ajo i kreu flokët në një mënyrë të thjeshtë por elegante, vendosi një grim diskret dhe veshi fustanin e zi që i kishte përkitur së ëmës. Dukesh e bukur, vajza ime, tha Lulja me sytë plot krenari. Por më e rëndësishmja, je e fortë dhe e përgatitur. Era kontrolloi një herë të fundit nëse të gjitha dokumentet ishin të organizuara në çantën e saj të vogël.
Ajo kishte zgjedhur vetëm dëshmit më goditëse, ato që do të ishin të pamundura të injoroheshin apo të shpjegoheshin. Nën, po sikur të shkoj gjithçka keq? Po sikur ata të arrin ta kthejnë situatën kundër nesh? Lulja i kapi fytyrën të bijës me të dyja duar. Era, ajo që ata na bën ishte tashmë mjaftueshëm e gabuar. Nuk ka rëndësi çfarë ndodh sonte, të paktën do të kemi dinjitetin që kemi luftuar. Dhe kush e di? Mbase kjo i pengon ata të bëjnë të njëjtën gjë familjeve të tjera. Era mori frym thellë, duke u ndjerë e forcuar nga fjalët e së-ëmës. Ke të drejtë. Nuk mund të jetojmë më me frikë. Në orën 7 të mbrëmjes, Era ishte gati për të dalë. Ajo e puthi nënën në ballë dhe eci drejt derës, duke mbajtur me vete jo vetëm një çantë me dokumente, por edhe vite padrejtësie që më në fund do të ballafaqoheshin. I guximtare, vajza ime. Unë do të jem këtu duke të pritur të kthehesh. Era buzëqeshi për herë të fundit përpara se të dilte nga shtëpia. Do të kthehem ndryshe, nën. Ne të dyja do të jemi ndryshe pas ditës së sotme. Ecja deri te Vila Aliu zgjati rreth 20 minuta. Ndërsa Era i afrohej shtëpisë së ndriçuar, mund të dëgjonte tingujt e festës, muzikë, biseda të gjalla, të qeshura. Ajo ndaloi për një moment jashtë portave, duke vëzhguar lëvizjen e makinave të shtrenjta që vinin e shkonin. Për një çast të shkurtër, ajo pyeti veten nëse nuk do të ishte më e mençur të kthehej në shtëpi dhe ta harronte të gjithë atë plan. Por pastaj kujtoi fytyrën e dërmuar të së-ëmës muajt e fundit, netët kur Lulja qante duke menduar se ajo nuk po e dëgjonte, dhe të gjitha padrejtësitë që familja e saj kishte vuajtur në heshtje. Era rregulloi çantën në shpatull dhe eci drejt hyrjes së vilës, gati për të ndryshuar jetën e saj përgjithmonë. Vila Aliu ishte edhe më imponuese se që mbante mend Era nga ato pak herë që kishte kaluar andej gjatë fëmijërisë. Dritat e arta ndriçonin të gjithë fasadën dhe kopshti ishte dekoruar me lule shumë të shtrenjta. Makina luksoze ishin parkuar në radhë të dy fish përpara shtëpisë dhe tingulli i muzikës klasike përzihej me bisedat e gjalla që vinin nga brenda. Era mori frym thellë përpara se t'i afrohej hyrjes kryesore. Një punonjës me uniformë verifikoi ftesën e saj dhe e drejtoi për në sallonin kryesor, ku festa ishte në kulmin e saj. Kur hyri, ndjeu menjëherë peshën e vështrimeve kurioze mbi vete. Salloni ishte madhështor, me lambadar kristali, mobilje antike dhe vepra arti në mure. Kishte të paktën 50 persona të shpërndarë në ambient, të gjithë të veshur me rroba të shtrenjta dhe duke shfaqur bizhuteri që vlenin më shumë se ç'fitonte Era në një vit duke punuar në librari. Dafina ishte një nga të parat që vuri re mbërritjen e saj. Shikoni kush erdhi, thiri ajo aq fort sa të tërhiqte vëmendjen e disa njerëzve rrotull. Sa mirë që erdhe, Era. Po filloja të mendoja se ishe dorëzuar. Era e përshëndeti Dafinën me edukat, por e kuptoi menjëherë se kishte diçka false në entuziazmin e saj. Disa njerëz shikonin në drejtim të saj, disa duke përshpëritur komente që ajo nuk arrinte t'i dëgjonte. Luan Aliu u shfaq pak minuta më vonë, i veshur në mënyrë të patëmet me një kostum që me siguri kushtonte më shumë se të ardhurat mujore të familjes së Erës. Ai u afrua me një buzëqeshje që nuk i arrinte të sy. Era. Çfarë surprize e këndshme të shoh këtu. Faleminderit që e pranove ftesën tonë, tha ai, duke i zgjatur dorën për ta përshëndetur. Shpresoj të ndihesh si në shtëpinë tënde. Faleminderit për ftesën, u përgjigj Era, duke e mbajtur zërin e fortë pavarësisht nervozizmit që ndjente nga brenda. Luani e prezantoi me disa nga miqtë e tij të universitetit, përfshirë Teodorin dhe Arionin, të cilët ajo i kishte parë disa herë në shkollë kur vinin të merrnin Luanin për ndonjë aktivitet social. Prezantimet ishin kordiale, por Era mund të ndjente se po vlerësohej si një kuriozitet, jo si një e ftuar e mirëfill. Pra, Era, sa mirë që po njihemi më mirë, tha Arioni me një buzëqeshje që dukej e stërvitur. Luani na tregoi se punon në një librari. Duhet të jetë interesante të jesh e rrethuar nga librat gjatë gjithë kohës. Po, më pëlqen shumë të lexoj, u përgjigj Era thjesht, duke vënë re se biseda kishte një ton mospërfillës që po e bezdiste. Teodori dukej paksa më i sinqert se të tjerët. Dhe je në vitin e fundit të gjimnazit, apo jo? Planifikon të bësh universitet? Kam ndërmend, por ende nuk e di nëse do të arrij ta paguaj, u përgjigj Era me sinqeritet, duke vënë re se përgjigjja e saj shkaktoi një heshtje të parehatshme në grup. Luani e theu heshtjen me një të qeshur. E po, ka disa opsione për njerëz në situatën tënde.
Bursa studimi, financime gjithmonë ka një mënyrë për ata që vërtet duan të studiojnë. Mënyra se si ai tha njerëz në situatën tënde e bëri erën të ndjente një val zemërimi që u përpoq ta kontrollonte. Ishte saktësisht lloji i komentit që konfirmonte dyshimet e saj mbi motivet e vërteta të ftesës. Gjatë orës së parë të festës, Era qarkulloi nëpër sallon, duke vëzhguar ndër veprimet sociale dhe duke u përpjekur të kuptonte më mirë dinamikën e familjes Aliu. Vigani dhe Afërdita prisnin të ftuarit me elegancën e atyre që ishin mësuar të ishin qendra e vëmendjes. Ajo vuri re se si ata i trajtonin njerëzit e ndryshëm në mënyra të ndryshme, duke qenë veçanërisht të ngrohtë me familjet që kishin status social të ngjashëm me të tyren. Ishte gjatë këtij vëzhgimi që Era vuri re praninë e një burri që nuk dukej se përshtatej plotësisht me profilin e të ftuarve të tjerë. Ai ishte pak më i moshuar, mbase rreth të 30-tave, ishte veshur me rroba serioze por pa luksin e tepruar të burrave të tjerë të pranishëm. Po bisedonte diskretisht me disa njerëz duke mbajtur shënime her pas here në një blok të vogël. Kur vështrimet e tyre u kryqëzuan për një moment, Era pati përshtypjen se ai e kishte njohur nga diku, ndonse ajo ishte e sigurt se nuk e kishte parë kurrë më parë. Kishte diçka në sytë e tij që ishte ndryshe nga të ftuarit e tjerë, një seriozitet që binte në kundërshtim me atmosferën festive të ambientit. Ushqimi po shërbehej në tavolina të dekoruara me hollësi dhe Era u afrua për të marrë diçka për të ngrënë. Ishte në atë moment që dëgjoi një bisedë që konfirmoi dyshimet e saj më të këqija mbi festën. Ku është ajo vajza që ka ftuar Luani? Pyeste një zëfemëror që ajo e njohu si të fluturës, një shoqe shkolle që rrinte gjithmonë me Dafinën. Atje pranë tavolinës së ushqimit u përgjigj një zë tjetër. O Zot, ajo vërtet erdhi me atë fustan të thjeshtë. Kjo do të jetë edhe më gallat se ç'e kishim imagjinuar. A e path si u përgjigj kur Arioni e pyeti për universitetin? Ishte e sikletshme. Ajo vërtet nuk e ka idenë se ku ndodhet. Era ndjeu fytyrën ti DJ, por vazhdoi të hiqej sikur ishte e përqendruar te ushqimi ndërsa dëgjonte më shumë nga biseda. Luani tha se do ta bëj surprizën gjatë dollis, vazhdoi flutura. Do t'i kërkoj asaj të thotë diçka për të gjithë të ftuarit. Imagjinoni fytyrën e saj kur të kuptoi që nuk ka asgjë inteligjente për t'u thënë gjithë këtyre njerëzve të rëndësishëm. Dhe pastaj ai do t'i jap atë dhuratën speciale që ka përgatitur. Do të jetë histerike të shohësh reagimin e saj. Era u largua diskretisht nga tavolina, me zemrën që i rrite fort. Tani ishte e sigurt se gjithçka ishte planifikuar për ta poshtëruar publikisht. Zemërimi që ndjente po fillonte të kthehej në një vendosmëri të ftohtë dhe të llogaritur. Ajo kërkoi një vend më të rezervuar në sallon për të organizuar mendimet dhe për të vendosur se cili do të ishte momenti më i mirë për të vepruar. Ishte atëherë kur burri me blok shënimesh ju afrua. Më falni, ju jeni Era? Pyeti ai me zë të ulët. Era e shikoi me dyshim. Po, unë jam. Kush po pyet? Emri im është Besnik, u prezantua ai, duke i zgjatur një kartvizit diskretisht. Jam gazetar investigativ. Punoj për një nga gazetat e kryeqytetit. Zemra e Erës kërceu. Një gazetar në festën e familjes Aliu nuk mund të ishte rastësi. Çfarë doni nga unë? Kohët e fundit kam marrë disa informacione anonime mbi parregullsi që përfshin kompaninë e ndërtimit Aliu. Kur mora vesh se ishit ftuar në këtë festë, mendova se mund të ishte më shumë se një rastësi. Era shikoi rrotull për t'u siguruar që askush nuk po i kushtonte vëmendje bisedës së saj me Besnikun. Pse mendoni se unë do të kisha ndonjë informacion mbi këtë? Besniku e uli edhe më shumë zërin. Sepse zbulova që nëna juaj ka punuar këtu për shumë vite dhe është pushuar në mënyrë të dyshimt para disa muajsh. Dhe sepse njerëzit që kanë punuar në shtëpi si kjo ndonjëherë shohin gjëra që nuk duhet t'i shohin. Era ndjeu një përzierje lehtësimi dhe nervozizmi. Ishte e mundur që Besniku të ishte pikërisht personi që ajo dhe Lulja kishin nevojë për t'u dhënë besueshmëri dëshmive që kishin mbledhur. Por ishte gjithashtu e mundur që të ishte një kurth edhe më i holl i familjes Aliu. Nuk mund të flas për këtë këtu, përshpëriti ajo. Por mbase mund të bisedojmë pas festës. Besniku pohoi me kokë dhe diskretisht i dha një kartë me telefonin e tij. Do të pres kontaktin tuaj. Dhe Era, shtoi ai përpara se të largohej. Jini e kujdesshme sonte. Kam përshtypjen se nuk jeni ftuar këtu rastësisht. Pasi Besniku u largua, Era u ndje edhe më e tensionuar.
Prania e një gazetari investigativ në fest konfirmonte se kishte shumë më tepër që ndodhte në prapasken se që imagjinonte ajo. Mbase nëna e saj kishte të drejtë mbi pushtetin dhe ndikimin e familjes Aliu që ishin më të mëdhenj se ç'dukeshin. Ajo vendosi se duhej të përshpejtonte planet e saj. Nëse Luani vërtet po planifikonte ta poshtëronte gjatë dollis, ajo duhej të vepronte përpara se kjo të ndodhte. Era kontrolloi diskretisht nëse dokumentet ishin ende të sigurta në çantën e saj dhe u përgatit mendërisht për ballafaqimin që po vinte. Tingulli i goditjes së një gote kristali tërhoqi vëmendjen e të gjithë të ftuarve. Vigan Aliu ishte në qendër të sallonit duke kërkuar heshtje për të mbajtur një fjalim. Të dashur miq dhe familjar, filloi ai me zë imponues, është një gëzim i madh t'ju kem të gjithëve këtu për të festuar edhe një ditëlindje të djalit tim, Luanin. Era vëzhgonte patriarkun e familjes duke folur, duke kujtuar të gjitha herët që ema kishte përmendur se si ai ishte i respektuar dhe i frikshëm në të njëjtën kohë. Tani ajo ishte gati të zbulonte personalisht se sa të vërteta ishin ato përshtypje. Luani po bëhet një iri i admirueshëm, duke ndjekur hapat e familjes në biznese dhe në jetën sociale të komunitetit ton, vazhdoi Vigani, duke shikuar me krenari të birin. Fjalimi i Viganit u ndoq nga disa dolli dhe duar trokitje. Më pas, Luani mori fjalën. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu. Kjo natë është speciale jo vetëm sepse po mbush edhe një vit, por edhe sepse pata mundësinë të njoh njerëz të rinj dhe interesant, tha ai, duke drejtuar vështrimin nga Era në një mënyrë që e bëri atë të ndihej si një prej që vëzhgohej nga një grabitçar. Era e kuptoi se momenti që ajo kishte frikë po afrohej. Ishte koha të vendoste nëse do të ishte viktim apo do të merrte kontrollin e situatës. Luani vazhdoi fjalimin e tij, duke ecur nëpër sallon me besimin e atij që nuk kishte përballur kurrë një vështirësi të vërtetë në jetë. Siç po thoja, kjo natë është speciale edhe sepse munda të njoh më mirë disa njerëz të komunitetit ton që mbase nuk kanë pasur mundësinë të frekuentojnë evente si ky më parë. Era ndjeu gjakun t'i zjente kur kuptoi se ai po i referohej asaj në mënyrë të tërthortë, duke përgatitur terrenin për çfarëdo poshtërimi që kishte planifikuar. Të ftuarit dukeshin në pritje, sikur ta dinin që diçka interesante ishte gati të ndodhte. Prandaj do të dëshirona të ftoja një person shumë special të vijë këtu përpara dhe të na tregoj pak për veten, vazhdoi Luani, duke zgjatur dorën në drejtim të Erës. Era, a mund të vish këtu, të lutem? Salloni mbeti në heshtje, të gjitha vështrimet u kthyen nga ajo. Era mund të ndjente pritshmërinë keqtash se të disa të ftuarve që qartësisht po prisnin një spektakël të sikletshëm. Për një moment, ajo hezitoi, duke ndjer peshën e të qenit krejtësisht vetëm në mes të njerëzve që e shihnin si argëtim. Por pastaj u kujtua për fjalët e së-ëmës, "I guximtare, vajza ime." Kujtoi muajt e vuajtjes që Lulja kishte kaluar, netët kur nëna e saj qante duke menduar se ajo nuk po e dëgjonte, të gjitha padrejtësitë që familja e saj kishte vuajtur në heshtje. Era eci ngadalë deri në qendër të sallonit, duke mbajtur qëndrimin drejt dhe vështrimin e fortë. Luani buzëqeshi në mënyrë mendjemadhe, qartësisht duke pritur që ajo të shfaqte nervozizëm apo siklet. Faleminderit për ftesën për të folur, filloi Era, zëri i saj çuditërisht i fortë jehonte në sallonin e heshtur. Vërtet është një mundësi speciale të jem këtu sonte. Luani duke i kënaqur me fillimin, duke imagjinuar se ajo do të ndiqte skenarin që ai kishte përgatitur mendërisht për të. Të lutem, tregoj të gjithëve pak për veten. Punën tënde, planet e tua. Era mori frym thellë dhe bëri diçka që askush nuk e priste. Në vend që të fliste për veten, ajo hapi çantën dhe nxori një dosje të vogël me dokumentet që kishte përgatitur me kujdes gjatë javës. Në fakt, Luan, unë preferoj të flas për diçka shumë më interesante, tha ajo, zëri i saj po fitonte forcë me çdo fjalë. Do të dëshirona të flisja për ndershmërinë, transparencën dhe se çfarë ndodh kur njerëz të fuqishëm mendojnë se askush nuk po e vëre. Atmosfera në sallon ndryshoi menjëherë. Luani humbi buzëqeshjen dhe Vigan Aliu u afrua shpejt, duke kuptuar se diçka po dilte jashtë kontrollit. Era, e dashur, mbase do të ishte më mirë që ti. Vigani u përpoq ta ndërpriste, por ajo ja preu fjalën. Zoti Aliu, sa mirë që na u bashkuat, tha Era, duke e shikuar drejt në sy patriarkun e familjes. Në fakt, ajo që kam për të thënë ju intereson kryesisht juve. Ajo hapi dosjen dhe nxori disa dokumente, duke i mbajtur lart mjaftueshëm që të gjithë të shihnin se ishin letra zyrtare me vula dhe firma.
Nëna ime, Lulja, punoi në këtë shtëpi për 12 vjet. Ajo ishte një punonjëse e përkushtuar, diskrete dhe besnike. Deri në ditën kur pa disa gjëra që e lanë shumë të shqetësuar. Heshtja në salon ishte shurdhuese. Të ftuarit shikonin herën e herë Viganin, duke u përpjekur të kuptonin çfarë po ndodhte. Vigani u përpoq të mbante qetësinë, por Era mund të shihte panikun që po fillonte të formohej në sytë e tij. Ere, mendoj se jeni e konfuzuar mbi disa gjëra. Nuk jam e konfuzuar, zoti Aliu. Jam shumë mirë e informuar, u kundërpërgjigj Era, duke treguar një nga dokumentet. Për shembull, mbi këtë kontratë për ndërtimin e shkollës së re të qytetit, ku kompania juaj faturoi 3 herë vlerën e tregut për materiale. Pëshpërimat filluan të përhapeshin mes të ftuarve. Disa njerëz u afruan për të parë më mirë letrat që Era po mbante. Ose mbi këto transferta bankare për llogari që dukshëm nuk ekzistojnë në regjistrat zyrtar të bashkisë, vazhdoi ajo, duke treguar një dokument tjetër. Luani më në fund gjeti zërin e tij. Ti nuk e di për çfarë po flet. Ato letra nuk provojnë asgjë. Ah, por provojnë, u përgjigj Era me qetësi. Dhe më interesantja është se nuk janë vetëm dokumente. Nëna ime ka bërë edhe disa regjistrime të bisedave që ka dëgjuar ndërsa pastronte zyrën e babait tën. Vigani u zbe dukshëm. Kjo është shkelje e privatësisë. Është e papranueshme. E dini çfarë është e papranueshme, zoti Aliu? Të shkatërosh jetën e një punonjëse besnike sepse ajo pa gjëra që nuk duhet t'i kishte parë. Të bësh shantazh të heshtur për t'u siguruar që ajo nuk do të gjente kur punë në një vend tjetër. Të lësh një grua të ndershme të zhytet në depresion sepse ajo dinte shumë mbi bizneset e pista të familjes suaj. Afërdita Aliu afrua, duke u përpjekur të ndërhynte. E dashur, mendoj se ka ndonjë keqkuptim këtu. Nuk ka asnjë keqkuptim, zonja Aliu, u përgjigj Era prerë. Ka vetëm vite korrupsioni që nëna ime dokumentoi me kujdes përpara se të pushohej. Vigani provoi një qasje tjetër, duke ulur zërin dhe duke ju afruar Erës. Shiko, mbase mund ta zgjidhim këtë në mënyrë të civilizuar. Nëse ka ndonjë problem me atë që ndodhi me nënën tënde, jam i sigurt që mund të gjejmë një zgjidhje që do të jetë e mirë për të gjithë. Çfarë lloj zgjidhjeje? Pyeti Era, duke e ditur tashmë se cila do të ishte përgjigjja. E po, mund të riparojmë çdo padrejtësi që nëna jote mund të ketë vuajtur. Mund t'i ofroj një punë më të mirë, mbase edhe të ndihmoj me planet e tua për universitetin. Mund të sigurojmë që familja juaj të ketë një jetë komode. Era shikoi rrotull sallonit duke parë fytyrat e të ftuarve që vëzhgonin skenën sikur të ishte një shfaqje. Për herë të parë atë natë, ajo buzëqeshi. Zoti Aliu, kjo është saktësisht ajo që prisja të thoshi. Saktësisht kështu njerëz si ju mendojnë se funksionon bota, apo jo? Mendoni se gjithçka ka një çmim, se çdo person mund të blihet, se paraja zgjidh çdo problem. Vigani u përpoq të mbante kontrollin e situatës. Ere, ti nuk e kupton si funksionojnë gjërat në botën reale. Unë e kuptoj në mënyrë perfekte si funksionojnë gjërat në botën tuaj, zoti Aliu. Por këtu është diferenca mes meje dhe nënës sime, unë nuk kam frikë nga ju. Era i futi dokumentet në dosje, por e mbajti atë të hapur që të gjithë të shihnin se kishte shumë më tepër material aty. Nuk jam këtu për t'u bler apo për t'u intimiduar. Jam këtu për t'ju paralajmëruar se koha kur mund të bënit çfarë të donit pa pasoja mbaroi. Vigani bëri edhe një tentativë tjetër, zëri i tij tani me një ton më kërcënues. Ere, ti nuk e ke idenë se me çfarë po ngatërohesh. Disa gjëra janë më të mëdha se ç'mund të kuptosh ti. Keni të drejtë, u përgjigj Era, duke i surprizuar të gjithë. Disa gjëra janë vërtet më të mëdha se ç'mund t'i kuptoj unë vetëm. Prandaj, nuk jam vetëm. Ajo shikoi në drejtim të besnikut, i cili ishte afruar diskretisht dhe po regjistronte gjithçka në bllokun e tij. Informacionet që kam këtu u janë dorëzuar tashmë njerëzve që e dinë saktësisht se çfarë të bëjnë me to gazetarëve, prokurorëve, njerëzve që e kuptojnë shumë mirë si funksionon korrupsioni dhe si luftohet ai. Vigani ndoqi vështrimin e Erës dhe e njohu besnikun menjëherë. Shpreha në fytyrën e tij ndryshoi nga arroganca në diçka afër panikut. Besnik Limani, tha Vigani, duke njohur gazetarin. Duhet të më kishit kërkuar përpara se të besonit, thashë theme të pabaza. Besniku u afrua, duke mbyllur bllokun. Zoti Aliu, nuk janë thashë theme.
Janë dëshmi të dokumentuara. Dhe pas prezantimit të kësaj nate, jam edhe më i sigurt se historia që po investigoj është e vërtetë. Luani më në fund kuptoi gravitetin e situatës. Bab, çfarë po ndodh këtu? Era e shikoi Luanin me një përzierje mëshire dhe vendosmërie. Ajo që po ndodh, Luan, është se keni nënvlerësuar familjen e gabuar. Keni menduar se mund të më sillnit këtu për të argëtuar në kurrizin tim, për të më poshtëruar përpara gjithë këtyre të ftuarve të rëndësishëm. Ajo bëri një pauzë, duke vëzhguar fytyrat e shokuara rreth sallonit. Por e vërteta është se më dha saktësisht atë që më duhej, një audiencë. Një sallë plot me njerëz me ndikim të qytetit që tani e dinë se familja Aliu ka sekrete shumë të pista. Bigani bëri një tentativë të fundit të dëshpëruar. Era, nëse nuk ndalon me këtë tani, mund të garantoj se jeta jote dhe e nënës sate do të bëhen edhe më të vështira se që janë tashmë. Era e shikoi drejt në sy dhe në atë moment, të gjithë në sallon panë se ajo nuk ishte më vajza e frikësuar që kishte hyrë në festë para pak orësh. Zoti Aliu, jeta jon është tashmë e vështirë për shkak të asaj që keni bërë. Por e dini cila është diferenca? Tani ne nuk jemi më vetëm, dhe ju nuk jeni më të paprekshëm. Ajo e mbylli dosjen dhe eci drejt daljes së sallonit, duke ndaluar vetëm për t'u kthyer edhe një herë të fundit. Faleminderit për ftesën në festë, Luan. Vërtet ishte një natë e paharrueshme për të gjithë ne. Era eci nëpër rrugët e qytetit me hapa të fortë, duke ndjerë një ndjesi krejtësisht të re që i rrifte në vena. Ishte sikur një peshë shumë vjeçare të ishte hequr nga shpatullat e saj. Ajri i natës nuk ishte dukur kur aq i pastër, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndihej vërtet e gjallë. Ecja e kthimit për në shtëpi u duk më e shpejtë se ajo e shkuarjes. Mendimet e saj vraponin, duke ripjekur çdo moment të ballafaqimit në vilën Aliu. Shpreha e shokut në fytyrën e Viganit, dëshpërimi i fshehur keq i afërditës, konfuzioni i Luanit kur kuptoi se plani i tij ishte kthyer plotësisht kundër tij. Kur mbërriti në shtëpi, gjeti Lulen zgjuar në koltukun e dhomës, duke pritur me ankth kthimin e saj. Fytyra e së ëmës ishte e tensionuar nga shqetësimi, por kur pa erën të hynte nga dera me një buzëqeshje të sinqertë në fytyrë, sytë e saj u mbushën me lot lehtësimi. Si shkoi, vajza ime? Arrite ta bëja atë që planifikuam? Era u ul në divan pranë së ëmës dhe i tregoi me detaje gjithçka që kishte ndodhur. Lulja dëgjoi çdo fjalë me vëmendje, dhe ndërsa e bija rrëfente ngjarjet e natës, shpreha e saj ndryshonte nga ankthi në krenari, pastaj në një lloj admirimi që Era nuk e kishte parë kurrë më parë. Ti vërtet i thave të gjitha ato Vigan Aliut? Përpara të gjithë të ftuarve, pyeti Lulja, e habitur. I thash, nën. Dhe nuk ndjeva frikë as për një sekondë. Ishte sikur të gjitha fjalët që ti nuk mundet i thoshe kur po dilnin nga goja ime. Lulja shtrëngoi duart e së bijës dhe për herë të parë pas muajsh, Era pa një shkëndijë shprese në sytë e së ëmës. Jam aq krenare për ty, Era. Ti bëre atë që unë nuk pata kur guximin ta bëja. Ti mbrojte familjen ton, dignitetin ton. Ato mbetën duke biseduar deri vonë në natë, duke planifikuar hapat e ardhshëm. Besniku kishte premtuar të kontaktonte të nesërmen për të organizuar një intervistë formale ku Era dhe Lulja mund të prezantonin të gjitha dëshmitë në mënyrë të organizuar. Mëngjesin tjetër, Era u zgjua duke u ndjerë ndryshe. Për javë të tëra ajo kishte mbajtur peshën e sekreteve dhe të përgjegjësisë, dhe tani që gjithçka ishte zbuluar, ajo ndihej çuditërisht e lehtë. Lulja gjithashtu dukej më mirë, sikur ballafaqimi me të kaluarën të kishte çliruar diçka brenda saj. Telefoni ra rreth orës 10 të mëngjesit. Ishte Besniku, duke mbajtur premtimin e tij për të kontaktuar. Era, ke shkaktuar një tërmet të vërtet në qytet mbrëm, tha ai, dhe ajo mund të dëgjonte emocionin në zërin e tij. Disa njerëz që ishin në festë më kanë kërkuar tashmë duke dashur të japin dëshmi. Duket se guximi yt ka frymëzuar njerëz të tjerë të flasin për gjëra që kanë parë, por nuk kanë pasur kur guxim t'i denoncojnë. Era ndjeu zemrën t'i rritë fort. Kjo do të thotë se ke nisur diçka shumë më të madhe se një ballafaqim i thjesht familjar. Ti mund të kesh filluar një pastrim të vërtet në administratën publike të qytetit. Besniku la një takim për atë pasdite në redaksinë e tij në Tiranë. Ai donte të dokumentonte gjithçka formalisht dhe të siguronte që dëshmitë t'u prezantoheshin autoriteteve kompetente në mënyrën e duhur.
Përpara se të shkonte në takimin me besnikun, Era vendosi të kalonte nga shkolla për të zgjidhur disa çështje praktike. Bora po e priste te porta, qartësisht e agjituar. Era. Të gjithë po flasin për atë që ndodhi në festën e familjes Aliu mbrëm. Filipi, që është kushëriri i Arionit, tregoi se ke shkaktuar skandalin më të madh në historinë e familjes. Era buzëqeshi diskretisht. Unë thjesht thash disa të vërteta që duheshin thënë. Por a e ke idenë se kjo do të ndryshoj gjithçka? Njerëzit po thonë se Vigan Aliu e ka kaluar të gjithë natën duke bërë telefonata, duke u përpjekur të kontrollojë dëmet. Dhe Luani as nuk u shfaq në universitet sot. Gjatë pushimit, Era vuri re se vështrimet e studentëve të tjerë ndaj saj kishin ndryshuar plotësisht. Nuk kishte më indiferencë apo mospërfillje të fshehur si më parë. Tani kishte një përzierje kurioziteti, respekti dhe madje admirimi. Dafina ju afrua asaj në fund të mësimit, dukshëm e parehatshme. Era, unë doja të kërkoja falje për mbrëm. Unë e dija që Luani po planifikonte diçka, por nuk e imagjinova që ishte kaq serioze. Era e shikoi shoqen që kishte marrë pjesë në planet për ta poshtëruar. Dafina, diferenca mes nesh është se unë nuk do të përpiqesha kur të poshtëroja dikë thjesht për argëtim. Mbase duhet të mendosh për këtë. Pas ditën e asaj dite, Era dhe Lulja u drejtuan për në qendër për të takuar besnikun në redaksinë e tij. Zyra e gazetës ishte modeste por e zhurmshme, me gazetarë që punonin në tavolinat e tyre dhe telefona që binin vazhdimisht. Besniku i priti në një sallë mbledhjesh ku mund të bisedonin me privatësi. Ai kishte përgatitur një sër pyetjesh të menduara me kujdes për të dokumentuar të gjithë historinë në mënyrë kronologjike dhe të verifikueshme. Lule, do të dëshirona që të tregosh me fjalët e tua si i zbulove parregullsitë dhe pse vendose ti dokumentosh ato, filloi besniku, duke ndezur një regjistrues. Gjatë 2 orëve të ardhshme, Lulja tregoi historinë e saj me detaje. Ajo shpjegoi si gradualisht e kishte kuptuar se diçka ishte gabim me kontratat që shite në zyrën e Viganit, si kishte filluar të kushtonte më shumë vëmendje bisedave që dëgjonte, dhe si kishte marrë vendimin e vështirë për të kopjuar dokumente dhe regjistruar biseda. E dija që po rrezikoja, por e dija gjithashtu se nëse nuk bëja asgjë, njerëz të tjerë mund të dëmtoheshin në të ardhmen. Kompani më të vogla që humbisnin kontrata për shkak të favoreve, para publike që devijoheshin nuk mundesha thjesht të bëja sikur nuk dija asgjë. Besniku bëri disa pyetje teknike mbi dokumentet dhe regjistrimet, duke shpjeguar se si ato do të verifikoheshin nga ekspertët përpara publikimit të artikullit. Ju të dyja duhet të jeni të përgatitura për atë që vjen, paralajmëroi ai. Familja Aliu nuk do ta pranojë këtë në mënyrë pasive. Ata mund të tentojnë intimidim, procese ligjore, fushata shpifjeje. Kanë burime për t'ju bërë jetën shumë të komplikuar. Era dhe Lulja u shikuan me njëra tjetrën. Ishte saktësisht kjo frikë që e kishte paralizuar Lulen gjatë gjithë atyre muajve. Besnik, tha Era, jeta jon ishte tashmë e komplikuar. Të paktën tani kemi shansin të luftojmë mbrapsht. Lulja pohoi me kokë, duke surprizuar veten me vendosmërinë e saj. Vajza ime më tregoi se frika vetëm sa na bën të burgosura. Preferoj të përballoj pasojat e të thënit të së vërtetës sesa të vazhdoj të jetoj me frikë nga njerëz që e quajnë veten mbi ligjin. Besniku buzëqeshi, qartësisht i impresionuar nga transformimi që shitet te Lulja. Atëherë le të vazhdojmë. Premtoj se do ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur, me të gjithë mbrojtjen ligjore të mundshme. Një javë më vonë, artikulli i parë mbi parregullsitë e kompanisë Aliu u publikua në gazetë. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe shumë më i madh se ç'kushto kishte parashikuar. Media të tjera të rajonit filluan të investonin në këtë çështje dhe brenda pak ditësh, rasti u bë tema kryesore e diskutimit në qytet. Vigan Aliu përpoq, fillimisht, t'i mohonte akuzat përmes zyrës së tij të shtypit. Por ndërsa më shumë dëshmi prezantoheshin dhe njerëz të tjerë fillonin të jepnin dëshmi duke konfirmuar parregullsitë, strategjia ndryshoi për të tentuar minimizimin e dëmeve. Prokuroria hapi një investigim formal dhe auditorët u dërguan për të ekzaminuar kontratat publike të 5 viteve të fundit që përfshinin kompaninë Aliu. Për Erën dhe Lulen, javët në vijim sollën një përzierje tensioni dhe shprese. Siç besniku kishte parashikuar, pati tentativa intimidimi nga ana e avokatëve që përfaqësonin interesat e familjes Aliu, por mbështetja e shtypit dhe e disa organizatave të drejtave të njerëzit u dha atyre mbrojtjen e nevojshme.
Lulja filloi të ndiste seanca me një psikolog të specializuar në trauma që lidhen me punën dhe pak nga pak po rifitonte vetvlerësimin dhe besimin. Të shite të bien duke përballur frikërat e saj më të mëdha kishte zgjuar tek ajo një forcë që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Era vazhdoi të punonte në librari, por tani me një perspektivë krejtësisht të ndryshme mbi të ardhmen e saj. Disa organizata i ofruan bursa studimi që ajo të mund të studionte drejtësi ose gazetari, fusha që zgjuan interesin e saj pas gjithë përvojës së jetuar. Një muaj pas festës që kishte ndryshuar jetët e tyre, nën e bi ishin të ulura në dhomën e shtëpisë kur telefoni ra. Ishte besniku, me një lajm që ato e kishin pritur me ankth. Investigimi i prokurorisë gjeti dëshmi të mjaftueshme për të hyrë me disa padi kundër kompanisë Aliu dhe disa punonjësve publik të përfshirë në skem. Vigan Aliu do të përgjigjet për mashtrim në tendera dhe korrupsion aktiv. Lulja mbylli sytë dhe mori frymë thellë, sikur më në fund mund të nxirrte jashtë vite ankthi të grumbulluar. Era kapi dorën e SM-s dhe të dyja buzëqeshen. Përveç kësaj, vazhdoi besniku, bashkia njoftoi se do të rishikojë të gjitha kontratat e viteve të fundit dhe se do të krijojë mekanizma të rinj transparence për të shmangur që diçka e tillë të ndodhë sërish. Kur mbylli telefonin, Era shikoi të ëmën dhe pa diçka që nuk e shihte prej shumë kohësh. Lulja po buzëqeshte vërtet, jo vetëm duke u përpjekur të dukej mirë për hir të saj. Nën, e bëm. Ja dolëm. Jo, vajza ime guximtare. Ti ja dole. Ti bëre atë që unë nuk pata forcë ta bëja. E bëm bashk, nën. Dhe tani e dim se kur përballim frikërat tona, zbulojmë se jemi më të forta se që imagjinonim. Atë natë, për herë të parë pas muajsh, të dyja do të flinin të qeta, duke e ditur se kishin gjetur zërin e tyre dhe se nuk do të lejonin më kurrë që dikush t'i heshte përmes frikës. Jashtë, bota vazhdonte e njëjtë, komplekse, ndonjëherë e padrejtë, ende plot me njerëz që përpiqeshin të përdornin pushtetin për të përfituar në kurrizë të tjerëve. Por brenda asaj shtëpie të vogël, dy gra kishin zbuluar se guximi, edhe kur lind nga dëshpërimi, mund të jetë forca më e fuqishme nga të gjitha. Dhe diku në qytet, njerëz të tjerë që kishin dëshmuar transformimin e erës filluan të pyetnin veten nëse edhe ata nuk do të kishin forcën e nevojshme për të përballur betejat e tyre, të frymëzuar nga shembulli i një vajze 17 vjeçare që refuzoi të heштej. 6 muaj kishin kaluar që nga nata që ndryshoi gjithçka për Erën dhe Lulen. Vjeshta kishte mbërritur në qytet duke sjellë me vete një atmosferë rinovimi që pasqyronte në mënyrë perfekte transformimet që kishin ndodhur në jetët e tyre. Shtëpia e vogël ku jetonin tani kishte një frymë krejtësisht të ndryshme. Lulja ishte kthyer të kujdesej për kopshtin, duke mbjell lule me ngjyra që i jepnin jetë oborrit që kishte qenë i braktisur për aq shumë kohë. Dritaret qëndronin të hapura gjatë ditës, duke lënë të hynte drita dhe ajri i freskët që dukej se simbolizonte lirinë që të dyja kishin fituar. Lulja kishte gjetur një punë të re në një kompani pastrimi që ofronte shërbime për institucionet publike. Në mënyrë ironike, puna e saj tani përfshinte sigurimin që ambientet qeveritare të ishin të pastra dhe të organizuara, një metaforë perfekte për atë që ajo kishte ndihmuar të bënte me administratën e qytetit. Rroga ishte më e mirë se ajo që merrte në shtëpinë e familjes Aliu dhe më e rëndësishmja, ajo trajtohej me respekt dhe dinjitet. E di, Era, tha Lulja në një mëngjes të shtunën ndërsa përgatitnin mëngjesin bashk. Kur nuk e kisha imagjinuar që humbja e punës sime të vjetër mund të ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur. Era buzëqeshi, duke vëzhguar se si ema dukej më e re dhe më e gjallë se ç'kujtoi ta kishte parë prej vitesh. Ndonjëherë ajo që duket si fundi i diçkaje është në fakt fillimi i diçkaje shumë më të mirë. Jeta shkollore e Erës gjithashtu kishte ndryshuar rrënjësisht. Ajo ishte bërë një lloj legjende lokale, e njohur si vajza që kishte sfiduar një nga familjet më të fuqishme të qytetit dhe kishte fituar. Mësuesit e trajtonin me një respekt të ri dhe kolegët që nuk kishin qenë kurrë të interesuar për të tani kërkonin mendimin e saj mbi çështje të ndryshme. Bora vazhdonte të ishte shoqja e saj më e ngushtë, por tani ishte edhe Dritani, një djalë 18 vjeç që studionte në një shkollë teknike dhe që ishte interesuar për Erën pasi kishte dëgjuar historinë e saj përmes miqve të përbashkët. Ai ishte ndryshe nga djemtë që ajo njihte, më i pjekur, i interesuar për çështjet sociale dhe plotësisht i magjepsur nga guximi që ajo kishte treguar. Ti e frymëzuese, i kishte thënë ai gjatë një prej takimeve të tyre të para. Jo vetëm për atë që bëre, por për mënyrën se si vazhdon të jesh i njëjti person i thjeshtë dhe i vendosur si më parë.
Marrëdhënia mes tyre rritej ngadalë dhe natyrshëm. Dritani nuk e kishte problem faktin që Era punonte në librari apo vinte nga një familje e shtresës së ulët. Në fakt, ai admironte etikën e saj të punës dhe vlerat familjare. Fati i familjes Aliu kishte qenë shumë i ndryshëm. Vigani përballej me disa procese penale dhe civile. Kompania e ndërtimit kishte humbur të gjitha kontratat publike dhe ishte në prag të falimentimit. Afërdita ishte shpërngulur në një qytet tjetër, duke u përpjekur të rindërtonte jetën larg skandaleve që tani përkufizonin mbiemrin e familjes. Luani kishte braktisur universitetin dhe ishte shpërngulur gjithashtu larg Tiranës. Sipas thashethemeve, po përpiqej të gjente punë në qytete të tjera ku emri i familjes nuk ishte ende sinonim i korrupsionit dhe pandëshmërisë. Vila ku Lulia kishte punuar për aq shumë vite ishte bosh, me tabela shitet që askush nuk duke i interesuar t'i konsideronte. Prona ishte bërë një simbol i pasojave të arrogancës dhe mungesës së etikës. Besniku, gazetari që kishte ndihmuar t'i jepte zë historisë së Erës dhe Lules, kishte fituar disa çmime për investigimin e tij. Ai mbante kontakt të rregullt me ato, jo vetëm profesionalisht, por si një mik i sinqert që admironte guximin që të dyja kishin treguar. Ju nuk e keni idenë e ndikimit që keni pasur, tha ai gjatë një vizite të fundit. Njerëz të tjerë në disa qytete filluan të denonconin skema të ngjashme. Ju frymëzuat një val transparence dhe guximi që shkon shumë përtej këtij rajoni. Për Erën, mbase ndryshimi më domethënës kishte qenë ai i brendshmi. Ajo kishte zbuluar një pasion për gazetarinë investigative dhe për të drejtat e njeriut. Disa universitete i kishin ofruar bursa studimi të plota, të impresionuar jo vetëm me notat e saj, por me historinë e saj personale dhe angazhimin me drejtësinë sociale. Ajo kishte zgjedhur një universitet shtetëror në kryeqytet, ku mund të studionte komunikim me specializim në gazetari. Ishte një mundësi që ajo nuk do ta kishte imagjinuar kur të mundur disa muaj më parë. Kam frikë të lë vetëm, nën, pranoi Era një pasdite ndërsa organizonin dokumentet e regjistrimit në universitet. Vajza ime, unë nuk do të jem vetëm. Do të jem e lirë. Dhe ti nuk po më lë, ti po fluturon. Është saktësisht kjo që unë gjithmonë kam dashur për ty. Lulia ishte pjekur shumë gjatë atyre muajve. Terapia e kishte ndihmuar të kuptonte se përvoja e saj si ndihmëse shtëpie, ndonse traumatike në fund, i kishte dhënë gjithashtu njohuri të vlefshme mbi pabarazitë sociale dhe rëndësinë e dinjitetit në punë. Ajo kishte filluar të përfshihej me organizata që mbronin të drejtat e punonisëve shtëpiak, duke ndarë përvojën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë që mund të kalonin në situata të ngjashme. Zbulova se kam shumë për të ofruar, tha ajo për Erën në një nga bisedat e tyre të natës. Të gjitha ato vite duke vëzhguar se si sillen të fuqishmit më dhanë një perspektivë unike se si funksionon sistemi. Në një pasdite të diele, saktësisht 7 muaj pas festës që kishte ndryshuar jetët e tyre, Era dhe Lulia po ecnin në qendër të qytetit kur u ndeshën me Vigan Aliun duke dalë nga një ndërtesë zyrash. Ai ishte dukshëm i dërmuar, rrobat e tij të shtrenjta ishin zëvendësuar me veshje të thjeshta dhe mbante një dosje që sugjeronte se po kërkonte punë. Për një moment, të tre u shikuan në heshtje. Vigani u duk se po mendonte nëse duhet të afrohej apo jo. Më në fund, ai eci në drejtim të tyre. Lule. Era, tha ai, zëri i tij shumë i ndryshëm nga toni autoritar që përdorte dikur. Unë doja t'ju kërkoja falje. Lulia dhe Era shkëmbyen vështrime. Ishte diçka që ato nuk kishin pritur kur ta dëgjonin. E di që ajo që bëra me ty, Lule, ishte e padrejtë dhe mizore. Dhe Era, ti kishe të drejtë për gjithçka. Unë humba rrugën të pushtetit dhe harrova se ka pasoja për veprimet tona. Lulia ishte e para që u përgjigj. Zoti Aliu, i pranoj faljet tuaja. Por shpresoj të kuptoni se ato nuk ndryshojnë atë që ndodhi, thjesht tregojnë se mbase keni mësuar diçka. Vigani pohoi me kokë, qartësisht i turpëruar. Shpresoj që ju të keni jetën që meritoni. Jeni njerëz shumë guximtar. Pasi ai u largua, Era pyeti nënën si ndihej për takimin. Çuditërisht në paqe, u përgjigj Lulia. Nuk ndjej më zemërim. Vetëm lehtësim. Sikur gjithçka më në fund të ishte plotësuar. Atë natë, të ulura në balkonin e shtëpisë duke parë yjet, nën e bi reflektuan mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që kishin jetuar. Era, kur isha në moshën tënde, ëndërroja të ndryshoja botën, por u binda se njerëz si ne nuk e kishin atë pushtet, tha Lulia.
ti më tregove se isha gabim. Nën, ti më dhe të gjitha mjetet që më duheshin. Ndershmërinë, guximin, vendosmërinë. Unë thjesht përdora atë që ti më mësove. Dhe tani? Era shikoi qiellin me yje, duke menduar për të ardhmen që po hapej përpara saj. Tani do të vazhdojmë. Ti duke luftuar për të drejtat e punëtorëve, unë duke mësuar të tregoj histori që duhen treguar. Do të vazhdojmë të tregojmë se njerëzit e thjesht mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme kur vendosin të mos pranojnë padrejtësinë. Lulja kapi dorën e së bijës. Jam aq krenare për gruan që je bërë. Dhe unë jam krenare për gruan që ke qenë gjithmonë, nën. Thjesht na duhej të zbulonim forcën tonë. Ndërsa nata përparonte, ato mbetën aty duke planifikuar të ardhmen me një shpresë dhe vendosmëri që kishin menduar se e kishin humbur përgjithmonë. Bota rrotull ende kishte problemet e saj, padrejtësitë e saj, të fuqishmit e saj që përpiqeshin të shtypnin të dobëtit. Por tani ato e dinin se kishin pushtetin të luftonin mbrapsht. Dhe diku në qytet, njerëz të tjerë që kishin dëgjuar historinë e vajzës që sfidoi familjen Aliu filluan të pyetnin veten nëse edhe ata nuk mund të gjenin guximin për të përballur betejat e tyre. Historia e Erës dhe Lules ishte bërë më shumë se një fitore personale. Ishte bërë një simbol se, edhe në rrethanat më të vështira, e vërteta dhe guximi mund të triumfojnë mbi pushtetin dhe intimidimin. Dhe kjo, ato e dinin, ishte vetëm fillimi. 2 vite kishin kaluar që nga ajo natë transformuese në vilën Aliu. Era ishte tani në fund të vitit të saj të dytë të gazetarisë në Universitetin e Kryeqytetit dhe ishte bërë një nga studentet më të respektuara të kursit të saj. Profesorët e saj shpesh e përdornin rastin e saj si shembull të gazetarisë investigative të aplikuar në praktik, dhe ajo kishte zhvilluar një reputacion si dikush që nuk i trembej ballafaqimit me të vërtetën, sado e parehatshme të ishte. Gjatë këtyre 2 viteve, ajo kishte mbajtur kontakt të rregullt me besnikun, i cili ishte bërë jo vetëm një mentor profesional, por një figurë atërore në jetën e saj akademike. Ai e kishte prezantuar me gazetar të tjerë investigativ dhe Era kishte marrë pjesë tashmë në disa reportazhe më të vogla gjatë praktikave të saj, gjithmonë duke treguar të njëjtën vendosmëri që kishte treguar në atë natë fatale. Lulja, nga ana e saj, ishte transformuar në një aktiviste të respektuar për të drejtat e punonjësve shtëpiak. Përvoja e saj personale dhe aftësia e saj për të artikuluar padrejtësitë që kishte përjetuar e bën atë një zë të fuqishëm në konferenca dhe debate mbi të drejtat e punës. Ajo kishte ndihmuar në krijimin e një shoqate lokale që ofronte mbështetje ligjore dhe psikologjike për ndihmësit e shtëpisë që përballeshin me situata abuzimi apo shfrytëzimi. Puna që Lulja bënte tani i jepte një qëllim që ajo kurrë nuk e kishte imagjinuar të mundur. Ajo udhëtonte rregullisht në qytete të tjera, duke mbajtur ligjërata dhe duke ndihmuar në organizimin e grupeve të mbështetjes. Përvoja e saj e tejkalimit të vështirësive frymëzonte njerëz të tjerë që kishin kaluar në situata të ngjashme. Transformimi në qytet kishte qenë i thellë dhe i qëndrueshëm. Skandali i familjes Aliu kishte çuar në një riformulim të plotë të proceseve të tenderimit publik. Mekanizma të rinj transparence u implementuan dhe një komitet qytetar u krijua për të ndjekur të gjitha kontratat publike. Korrupsioni që ishte normalizuar për dekada tani përballej me një vigjilencë konstante. Vigan Aliu kishte kryer 18 muaj burg dhe tani punonte si kontabilist në një kompani të vogël familjare. Pasuria e tij ishte konfiskuar për të dëmshpërblyer arkat publike dhe ai jetonte në një shtëpi modeste me qira në periferi të qytetit. Sipas besnikut, i cili rastësisht e takonte, Vigani dukej sinqerisht i penduar dhe po përpiqej të rindërtonte jetën e tij bazuar në vlera të ndryshme nga ato që kishte praktikuar gjatë dekadave. Luani kishte arritur të diplomohej në administrim biznesi në një universitet tjetër, duke përdorur mbiemrin e nënës për të shmangur asocimet me skandalin e familjes. Ai punonte si asistent administrativ në një kompani të mesme dhe, sipas pak informacioneve që mbërrinin të Era përmes njojeve të përbashkëta, dukej se po përpiqej të jetonte një jetë krejtësisht të ndryshme nga ajo që kishte bërë gjatë rinisë. Afërdita ishte shpërngulur përfundimisht në kryeqytet, ku punonte si recepcioniste në një klinikë mjekësore. Ndryshimi radikal në situatën e saj financiare kishte qenë shkatërrues fillimisht, por me kalimin e kohës ajo kishte gjetur një lloj paqeje në thjeshtësinë e jetës së saj të re. Vila e familjes Aliu ishte shitur më në fund, por vetëm pasi çmimi ishte ulur drastikisht.
Pronari i ri, një sipërmarrës nga një qytet tjetër që nuk e njihte historinë e vendit, kishte punësuar pikërisht kompaninë ku Lulja punonte për të bërë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pronës. Lulja e kishte pranuar punën, duke parë në të një mundësi për t'u ballafaquar simbolikisht me të kaluarën e saj. Ishte surreale të hyja në atë shtëpi sërish, tregoi Lulja për erën gjatë një prej bisedave të tyre javore në telefon. Por ishte gjithashtu çliruese. Unë nuk isha më ndihmësja e heshtur dhe e padukshme. Isha aty si pronare e fatit tim. Gjatë pushimeve të verës mes vitit të dytë dhe të tretë të universitetit, Era u kthye në shtëpi për të kaluar disa javë me Lulen. Qyteti kishte ndryshuar dukshëm. Bizneset të reja ishin hapur, kishte më shumë transparencë në proceset qeveritare dhe njerëzit dukeshin se kishin më shumë besim te institucionet publike. Bora, shoqja e saj e fëmijërisë, ishte bërë mësuese dhe shpesh përdorte historinë e Erës si shembull për nxënësit e saj mbi guximin civil dhe rëndësinë e mbrojtjes së të vërtetës. Dritani, i cili ishte bërë inxhinier, mbante një marrëdhënie solide me Erën, duke mbështetur ëndrat e saj profesionale dhe duke e vizituar rregullisht në kryeqytet. E di që historia jon u bë deri edhe rast studimi në një universitet shtetëror, tregoi Bora me emocion gjatë një dreke. Një profesor i shkencave politike po përdor atë që ndodhi këtu si shembull se si veprimet individuale mund të gjenerojnë ndryshime sistemike. Ishte gjatë kësaj vizite verore që Era mori një telefonat të papritur nga besniku. Ai ishte kontaktuar nga një produksion dokumentarësh që donte të bënte një film mbi rastin Aliu dhe ndikimin që kishte pasur në transparencën qeveritare të rajonit. Era, ata duan që ti dhe Lulja të merrni pjesë në dokumentar, shpjegoi besniku. Do të ishte një mundësi për t'i treguar të gjithë vendit se si guximi individual mund të bëjë diferencën. Lulja fillimisht hezitoi. Nuk e di nëse dua ta rishikoj të gjithë atë sërish, vajza ime. Mbase kjo është shansi ynë për të frymëzuar njerëz të tjerë që po kalojnë në situata të ngjashme. Historia jon mund t'i jap forcë dikujt që ka nevojë për guxim. Pas shumë reflektimi, të dyja ranë dakord të merrnin pjesë në dokumentar. Xhirimet ndodhen gjatë vjeshtës dhe për surprizën e të gjithëve, Vigan Aliu pranoi gjithashtu të intervistohej. Ai donte, sipas fjalëve të tij, të merrte publikisht përgjegjësinë për gabimet që kishte bërë dhe të kërkonte falje jo vetëm për Lulen dhe Erën, por për të gjithë komunitetin. Gjatë intervistës së tij, Vigani foli hapur se si pushteti I kishte korruptuar sensin etik. U binda se sepse mund të bëja disa gjëra, kjo do të thoshte se duhej t'i bëja. Humba nga vështrimi faktin se çdo vendim im I prekte jetë reale të njerëzve real. Intervista më emocionuese, megjithatë, ishte ajo e përbashkëta mes Erës dhe Lules. Të ulura krah për krah në dhomën e ndenjes që kishte dëshmuar aq shumë biseda të rëndësishme në vitet e fundit, ato treguan udhëtimin e tyre që nga momenti kur Lulja u pushua nga puna deri te transformimi që të dyja kishin përjetuar. Ajo që mësova është se heshtja përballë padrejtësisë është një formë bashkëpunimi, tha Lulja për kamerat. Gjatë viteve mendova se roli im ishte të isha e padukshme, të mos shkaktoja probleme. Vajza ime më mësoi se disa herë të shkaktosh problemin e duhur është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë. Era shtoi, historia jon nuk është mbi hakmarrjen apo zemërimin. Është mbi dinjitetin dhe mbi atë që ndodh kur vendosim se meritojmë të trajtohemi me respekt. Është mbi zbulimin se njerëzit e thjesht mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Dokumentari u publikua vitin pasues dhe fitoi disa çmime në festivale filmi. Më e rëndësishmja, frymëzoi krijimin e një rrjeti kombëtar mbështetjeje për punëtorët që përballeshin me situata abuzimi apo korrupsioni në vendet e tyre të punës. Në fund të vitit të saj të tretë të fakultetit, Era mori një ofertë për të bërë praktikën në të njëjtën gazetë ku punonte besniku. Ishte një mundësi ëndrash, por do të thoshte të shtynte diplomimin e saj me një semestër për t'u dedikuar plotësisht praktikës. Shko, vajza ime, tha Lulja pa hezituar kur Era I tregoi mbi mundësinë. Ti ke lindur për këtë. Unë do të jem këtu kur të kthehesh dhe do të jem krenare për çdo histori të rëndësishme që do të shkruash. Gjatë ditës së saj të fundit në shtëpi përpara se të fillonte praktikën, Era dhe Lulja ecën deri te ish vila e familjes Aliu, tani e rinovuar dhe e banuar nga familja e re. Kopshti ishte I lulëzuar, kishte fëmijë që luanin në obor dhe atmosfera ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo që Lulja kujtonte nga vitet e saj duke punuar aty. E di çfarë më bën më shumë përshtypje, komentoi Lulja, duke vëzhguar shtëpinë. Nuk është se arritëm të rrëzonim një familje të korruptuar.
është se zbuluam se kush jemi vërtet në këtë proces. Dhe kush jemi ne, nën? Lulja buzëqeshi, duke shikuar të bien që ishte bërë një grua e re, e fortë dhe e vendosur. Jemi njerëz që nuk pranojmë padrejtësi, që luftojmë për atë që është e drejtë dhe që e dinë se zëri ynë ka pushtet. Jemi saktësisht kush duhet të kishim qenë gjithmonë. Atë natë, gjatë javës së saj të fundit në shtëpi për një kohë, Era shkroi në ditarin e saj një reflektim mbi të gjithë udhëtimin që kishin jetuar. 4 vite më parë, isha një vajzë 17 vjeçare që punonte në një librari për të ndihmuar në mbajtjen e një familjeje të shkatëruar nga padrejtësia. Sot jam një gazetare e re gati për të filluar një karrierë të dedikuar ekspozimit të së vërtetës dhe mbrojtjes së të drejtave të atyre që nuk kanë zë. Nëna ime gjithmonë më thoshte se transformimet më të mëdha fillojnë me akte të vogla guximi. Ajo kishte të drejtë. Ajo që filloi si një tentativë e dëshpëruar për të ballafaquar shtypësit tan u bë një udhëtim zbulimi personal që ndryshoi jo vetëm jetët tona, por një komunitet të tërë. Mësova se guximi nuk është mungesa e frikës, por vendimi për të vepruar pavarësisht frikës. Mësova se e vërteta është më e fuqishme se paraja apo ndikimi politik. Dhe mësova se njerëzit e thjesht si ne mund, të ndryshojnë botën kur vendosin se nuk do të pranojnë më të papranueshmen. Vajza që hyri në atë fest 4 vite më parë duke mbajtur dokumente në një çantë të thjesht nuk e imagjinonte se po fillonte një transformim që do të jetonte për vite. Por mbase kështu ndodh çdo ndryshim i rëndësishëm, duke filluar me dikë që vendos se erdhi koha të ndalojë së pranuari dhe të fillojë të veprojë. Historia jon ende po shkruhet. Nëna ime vazhdon të luftoj për të drejtat e punëtorëve, unë po filloj karrierën time si gazetare, dhe diku ka njerëz të tjerë duke zbuluar se edhe ata kanë pushtetin të përballin padrejtësitë e tyre. Kjo është trashëgimia e vërtetë e asaj që jetuam, kuptimi se ndryshimi është i mundur, se guximi është ngjitës, dhe se kur një person vendos të luftojë për të vërtetën, ai frymëzon të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Mëngjesin tjetër, kur Era u nis për në kryeqytet për të filluar praktikën e saj, Lulja ishte në balkon duke e përshëndetur me një buzëqeshje rrezatuese. Nuk ishte një ndarje e trisht, por një festim. Vajza e saj po fluturonte, saktësisht siç kishte ëndërruar gjithmonë se do të ndodhte. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i guximit të Erës dhe Lules të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Kjo histori na kujton se, edhe kur gjithçka duket e humbur, vendosmëria dhe e vërteta mund të transformojnë jetët tona në mënyra të paimagjinueshme. Nëse ky rrëfim zgjoi emocionet e ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për të ndjekur më shumë histori që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Klikoni butonin pëlqej nëse guximi i Erës ju frymëzoi edhe ju dhe na tregoni në komente cila pjesë e historisë ju bëri më shumë përshtypje. Përgatituni, pasi së shpejti do të sjellim histori të reja të kalimi që do t'ju bëjnë të besoni edhe më shumë në fuqinë e transformimit. Prania juaj këtu bën të gjithë diferencën në udhëtimin ton për të treguar histori që vërtet kanë rëndësi.